Unë jam këtu tek shkolla e Otolisht Fshatit, për të cilën nga Bashkia Librash është raportuar se është jashtë funksionit dhe në këto momente që unë po jap këtë deklarat, nxënësit janë në shkollë dhe po bëjnë mësim. Mbrëm unë njoftuam se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra Komisioni Shtetëror, vendosi për një autorizim për ndryshimin e kësaj qendre votimit. Dhe kjo është bërë thjesht për të favorizuar rilindjen Partinë Socialiste, sepse e kanë çuar në një ambient privat, diçka mbrapa i fshehur, ku votuesit e kanë vështirë për të votuar. Unë në cilësinë e kryetarit Partisë Demokratike do të bëj dhe një shkresë zyrtare Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për të anulluar ky vendim i kundraligjshëm. Gjithashtu i bëj thirrje bashkisë që manipuloj këtë çështje, sepse shkolla është funksionale. Ata thonë që do rindërtojmë këtë shkollë dhe në fakt edhe në qoftë se ata do kërkojnë të rindërtojnë këtë shkollë, pra që ta shembin, e bëjnë thjesht për efekt elektoral për të shtuar votat e tyre. Por çfarëdo që të bëjnë ata, e ndjejnë humjen dhe humja është e sigurt. Dhe Partia Demokratike do të fitojë me një rezultat të thellë dhe bindshëm. Edhe njëherë i bëj thirrje këtyre manipulatorëve të heqin dorë nga tjetërsimi i votës, tjetërsimi i vullnetit të popullit. Faleminderit. Ku është ambienti tjetër që është spostuar, një ambient surrogato, një ambient i pis, një ambient i futur, dhe këta sharlatan që unë thash dhe pak më poshtë, duan me çdo kusht të tjetërsojnë votën. Po dhe njëherë ju them që nuk do munden, jo që të tjetërsojnë votën, por do të marrin ndëshkimin që meritojnë.